Para se të fillojmë këtë udhëtim emocional që do t'ju prek zëmrën, dua t'ju bëj një pyetje. Çfarë do të bënit ju nëse një fëmijë i panjohur do t'ju përqafonte në mes të aeroportit dhe do t'ju thërriste "Mami"? A do të largoheshit? A do të qëndroheshit? Shkruajini në komente çfarë do të bënit ju, sepse historia që po ju tregoj sot do t'ju bëj të mendoheni thellë për zgjerrjet tona, për dashurinë dhe për sekretet që familjet mbajnë të fshehura për vite me radhë. Mos harroni të lini mendimet tuaja në komente. Dua të di si do të reagonit ju. Dhe tani, le të fillojmë. Aeroporti ndërkombëtar i Tiranës ishte i mbushur plot atë mbrëmje të shtatorit. Era e vjeshtës e hershme depërtonte nëpër dyert automatike çdo herë që dikush hynte apo dilte, duke sjellë me vete aromën e shiut që sapo kishte pushuar. Dritat e forta floreshente hidhnin një shkëlqim të ftohtë mbi dyshemene lustruar të marmurit, ndërsa njerëzit kalonin me ngutë, duke tërhequr valixhet e tyre pas, me fytyra të lodhura nga udhëtimi. Elira Kelmendi zbriti nga shkallët e lëvizshme që e quan nga porta e daljes, duke ngjerë një peshë të çuditshme në gjoks. Pas 8 vitesh të gjata dhe të dhimbshme, ajo ishte përsëri në Shqipëri. Natë dheun që kishte lënë me lot në sy, me një zemër të thyer dhe me ëndra që ishin coptuar si qelq nën këmbë. Ajo ishte vetëm 36 vjeç, por dukej sikur kishte jetuar 2 jetë të plota. Flokët e saj kështenje kishin thinjur në të mthat, dhe rrudhat e lehta rreth syve të saj të kaltër tregonin për net pa gjumë, për lot të derdhur në heshtje, për betejë të fituara dhe të humbura larg nga shtëpia. Elira mbante një pallto bezh të lehtë që e kishte blerë në një dyqan të vogël në periferi të Londrës, dhe një çantë dore të zezë që i kishte dhënë motra e saj para se të largohej. Valixhja e saj e vogël e vjetër dhe e grisur në cepat tregonte për vite të gjata migrimi, për shumë lëvizje nga një vend në tjetrin, për një jetë që nuk kishte qenë kurrë e qëndrueshme. Ajo ecte ngadalë, duke e lënë shikim vend pas vendi, duke vëzhguar fytyrat e të tjerëve. Familjet që përgëzoheshin, fëmijët që vrapoheshin në krahët e gjyshërve, çiftet që përqafoheshin me mall. Çdo skenë lumturisë e dikujt tjetër ishte si një thikë e vogël në zemrën e saj. Askush nuk e priste Elirën, askush nuk e dinte se ajo po kthehej. Ajo kishte vendosur të mos i tregonte askujt, as nënës së saj të moshuar që jetonte në një fshat të vogël, as motrave që kishin krijuar familjet e tyre dhe kishin harruar për të. Por papritur, ndërsa po kalonte pra një kolone të madhe që mbante një tabel me emrat e linjave të fluturimeve, Elira ndali. Zemra i rau fort, shumë fort. Një zë i vogël, i holl, i thyer nga loti, i dridhi veshët. "Mami!" Elira u kthye me ngadalë, duke menduar se dëgjoi keq, por atëherë pa. Një varzë e vogël, jo më shumë se 7 vjeç, me flokë të gjata bojkjelli të lidhura në 2 bisht, me sy të mëdhenj kafe që shkëlqenin nga lotët, po vraponte drejt saj. Ishte e veshur me një fustan në roz, i cili duke i vjetër dhe pak i madh për të, dhe këpucë të bardha sportive që ishin të prishura në maj. Mami je ti? I e kthyer?" Para se Elira të mund të lëviste ose të thoshte diçka, vajza u hodh në krahët e saj me një forcë aq të madhe sa Elira pothuajse humbi ekuilibrin. Duar të vogla, të ftohta, i rrethuan qafën. Trupi i vogël dridhej nga të qarit. "Mami, mos më lë sërish, të lutem, mos më lë." Elira ngriu krejtësisht. Mendja e saj punonte me shpejtësi, duke u përpjekur të kuptonte se çfarë po ndodhte. Kush ishte kjo vajzë? Përse po e thërriste mami? Përse po e përqafonte me një dëshpërim kaq të madh? "Fëmijë", filloi të thotë Elira, duke u përpjekur të fliste me butësi, edhe pse zemra e rahte si e çmendur. "Fëmijë, mendoj se ke gabuar. Unë nuk jam." "Jo", bërtiti vajza duke e shtrënguar edhe më fort. "Ti je mamaja ime. E di që je ti. Zonja Lida më tregoi fotografi. Ti më le kur isha e vogël, por tani ke ardhur të më marrësh." Njerëzit filluan të ndalonin rreth tyre. Disa shikonin me kureshtje, të tjerë me shqetësim. Një grua e moshuar me një shall të bardhë në kokë
u afrua pak duke pyetur. Është mirë gjithçka, zonjë? Elira nuk dinte çfarë të thoshte. Goja ishte tharë, gota i ishte tharë. Vajza vazhdonte të qante në krahët e saj duke përsëritur fjalët mami dhe mos më lë. Unë nuk e njoh këtë fëmijë, arriti të thotë Elira, por zëri i saj tingëlloi i pasigurt edhe për veshët e saj. Në atë moment, një burr i gjatë, me një xhaketë të zezë lëkure dhe me një shprehje të ashpër në fytyrë, u shfaq nga turma. Ishte rreth të 45 vjeçve, me mjekër të shkurtër gri dhe sy të errët të ftohtë. Ajola, tha ai me një zë të thellë dhe autoritar. Ajola, hajde këtu menjëherë. Vajza e vogël, Ajola, e shtrëngoi Elirën edhe më fort. Jo, kjo është mamaja ime, nuk dua të vi. Burri u afrua me hapa të shpejt duke e kapur vajzën nga krahu. Kërkoj falje për këtë, i tha ai Elirës me një ton që nuk tingëllonte as pak si kërkesë falje. Vajza ime ka probleme, ngatron njerëzit. Mendoj se ju keni një ngjashmëri me dikë që ajo ka parë. Elira e shikoi burrin duke njihur diçka të çuditshme në brendësi. Kishte diçka në mënyrën se si ai e shikonte, diçka që nuk kishte në rregull. Por ajo më tha se unë jam nëna e saj, tha Elira me ngut. Ajo tha se dikush i ka treguar një fotografi. Burri qeshi. Por qeshja e tij ishte e ftohtë, e tmerrshme. Vajzat e vogla kanë fatazi të gjalla, zonjë. Nëna e saj ka vdekur para shumë vitesh. Unë jam baba i saj dhe kujdesari ligjor. Tani, nëse më legjoni, ai tërhiqte Ajolën, por vajza u mbërthye në pelerinën e Elirës me një dëshpërim të tmerrshëm. Jo, ajo nuk ka vdekur. Zonja Lida më thotë të vërtetën. Ajo më tha se mamaja ime është gjallë dhe do të kthehet. Dhe ti je ajo. E di që je ti. Elira ndihej sikur bota po i rrotullohej. Njerëzit rreth tyre po fliten në zë të ulët. Dikush po telefononte. Një roje sigurie po afrohej. Zonjë, tha roja, një burr i ri me një uniform blu të errët. Ka ndonjë problem? Burri me xhaketën e lëkurë u përgjigj shpejt. Asnjë problem, oficer. Vajza ime thjesht u ngatrua. Ne po largohemi. Por Ajola bërtiti. Ai gënjen. Ai nuk është babai im i vërtet. Ai më mban të mbyllur. Zonja Lida tha se mamaja ime është gjallë. Tani, atmosfera u bë vërtet e tensionuar. Rojeja shikoi nga Elira, pastaj te burri, pastaj te Ajola. Mendoj se duhet të shkojmë të gjithë në zyra për të sqaruar këtë situatë, tha rojeja me një ton profesional. Elira ndihej sikur ishte në një ëndër të keqe. Ajo kishte mbërritur në Shqipëri vetëm para pak minutash dhe tani po ndodhte kjo. Një vajzë që pretendonte se ajo ishte nëna e saj. Një burr që thoshte se nëna kishte vdekur? Çfarë ishte kjo çmendurie? Por kur shikoi poshtë në sytë e Ajolës, në ato sy të mdhenj kafe plot me lot dhe shpresë të dëshpëruar, diçka brenda në Eliru thye. Kishte diçka në këtë vajzë, diçka që i preku një vend të thellë të harruar të zemrës së saj. Unë do të vi, tha Elira, befas edhe për veten. Dua të kuptoj se çfarë po ndodh. Zyra e sigurisë e aeroportit ishte e vogël dhe e mbushur me sende. Në një anë kishte një tavolinë metalike të vjetruar mbi një kompjuter të vjetruar, ndërsa në anën tjetër kishte disa karrige plastike të bardha. Në mure vanin kamera sigurie dhe udhëzime në shqip dhe anglisht. Elira ul në njërin nga karrigjet duke mbajtur ende çantën e saj dore në prehër. Ajola ishte ulur në karrigjen pranë saj, duke mbajtur dorën e Elirës me të dyja duart e veta të vogla. Sikur të kishte frikë se nëse e lëshonte, Elira do të zhdukej. Burri me xhaketën e lëkurit qëndronte në këmbë, me krahët e kryqëzuar, duke shikuar nga dritarja e vogël që jepte nga pista. Rojaja e sigurisë, së bashku me një grua më të moshuar që dukej se ishte menaxhire e aeroportit, ishin duke folur në zë të ulët pranë derës. Pas pak minutash, gruaja u afrua te ata. Mirë, filloi ajo, duke hequr syzet dhe duke i pastruar me një peshqir të vogël. Emri im është Fatmira Sula dhe jam përgjegjëse për siguri në këtë aeroport. Duhet të sqarojmë këtë situatë sa më shpejt të jetë e mundur. Zonjë, ju jeni Elira Kelmendi. U përgjigj Elira me një zë të qetë. Unë sapo kam bërritur nga Londra. Dhe ju, zotri? Burri u kthye nga dritarja, duke hedhur një vështrim të ftohtë Fatmirës. Ilir Hoxha, unë jam kujdestari ligjor i Ajolës. Kam të gjithë dokumentet e nevojshme me vete.
Ai ndhuri nga xhepi brendshëm i xhaketës një zarf të bardhë dhe ja dha Fatmirës. Ajo e hapi dhe filloi të shqyrtojë dokumentet. Këtu thuhet se ju jeni kujdestari autorizuar prej 3 vitesh, tha Fatmira duke lexuar me vëmendje. Dhe se nëna e fëmijës e quajtur, Elira Kelmendi, ka vdekur në vitin 2017. Elira u ngrit në këmbë me aq shpejtësi se Ajola pothuajse ra nga karrikja. Çfarë? Bërtiti ajo. Kjo është e çmendur. Unë jam gjallë. Unë jam Elira Kelmendi dhe jam gjallë. Nuk kam vdekur në 2017-ën. Isha në Londër. Dhe kurrë në jetën time nuk kam pasur një vajzë. Heshti që u krijua në dhomë ishte i rënd, i dendur si mjegulla. Fatmira shikoi nga Elira, pastaj nga Iliri, pastaj nga dokumentet në dorë. Ky është një zhvillim shumë i çuditshëm, tha ajo ngadalë. Mund të më tregoni datat tuaja të lindjes, që të dyja? Elira nxorri kartën e saj të identitetit nga çanta, duke ia dhënë Fatmirës me duar që i dridheshin lehtë. Kam lindur më 15 mars 1989 në Gjirokastër. Fatmira shikoi kartën, pastaj shikoi dokumentet që kishte dhënë Iliri. Këtu thuhet se Elira Kelmendi, nëna e Ajolës, ka lindur më 15 mars 1989 në Gjirokastër. Zemra e Elirës ndaloi për një moment. Kjo nuk ishte e mundur. Kjo nuk ishte fizikisht e mundur. Duhet të ketë një gabim, tha ajo me një zë që i dridhej. Duhet të ketë një ngatërim në dokumente, një keqpërdorim të identitetit. Unë nuk kam asnjë fëmijë. Ajola filloi të qante përsëri, me një të qartë heshtur që e bënte trupëzën e vogël të dridhej. Por ti duhet të jesh mamaja ime, përshpëriti ajo. Zonja Lida më tregoi gjithçka. Ajo më tha se ti do të ktheheshe. Iliri hapi gojën për të folur, por Fatmira e ndaloi me një gest të dorës. Zotri Hoxha, kush është kjo zonja Lida që vajza vazhdon të përmend? Iliri hesht për një moment, duke u bërë fytyra pak më e skuqur. Ajo ishte një kujdestare e vjetër që punonte në shtëpi, por e pushova nga puna para 2 muajsh sepse po i mbushte kokën me trillime. Trillime? Pyeti Elira me një zë të ashpër. Çfarë trillimesh? Ajo i thoshte se nëna e saj ishte gjallë, se kishte qenë viktime një komplotit, se do të kthehej një ditë, e çmenduri. Iliri i goditi me shuplak tavolinën, duke bërë që kompjuteri të dridhet. Unë e rita këtë vajzë vetëm prej 3 vitesh, pasi nëna e saj vdiq dhe më la mua përgjegjësinë. Dhe tani kjo grua shfaqet nga hiçi dhe pretendon se është e njëjta person? Elira e ndjeu veten duke u dridhur nga inati. Unë nuk po pretendoj asgjë. Unë jam unë dhe nuk kam pasur kur një fëmijë, askund në jetën time. Atëherë, si e shpjegoni faktin se dokumentet e vajzës përputhen plotësisht me identitetin tuaj? Pyeti Iliri me një buzëqeshje të ftohtë. Fatmira ngriti dorën. Mjaft. Kjo situatë është jashtëzakonisht e pazakontë dhe kërkon një hetim më të thellë. Zotri Hoxha, a do ishit i gatshëm të vini në stacionin e policisë për të dhënë një deklaratë zyrtare? Iliri u ngrit në këmbë. Sigurisht, kam gjithçka në rregull nga pikpamja ligjore. Por kjo grua? Ai e tregoi me gjisht Elirën. Duhet hetohet për tentim mashtrim dhe për shqetësim të qetësisë publike. Unë nuk jam mashtrues, bërtiti Elira. Ajola u çua në këmbë dhe u hodh përsëri tek Elira, duke e përqafuar kofshën e saj. Ti je mamaja ime, e di që je. Ke të njëjtën aromë që kishte bluza që zonja Lida më tregoi. Elira e pa vajzën duke qarë dhe ndjeu diçka që nuk e kishte ndjerë prej shumë vitesh, një instinkt mbrojtës, një dëshirë që të mbante këtë fëmijë të sigurt. Çfarë bluze? Pyeti ajo me butësi, duke u ulur në nivelin e Ajolës. Bluza jote e vjetër, tha Ajola duke fishkëlluar nga hunda. E bardhë me lyre të kuqe. Zonja Lida e mante të fshehur në dollap. Ajo thoshte se ti e kishe lënë kur u largove dhe kishte fotografitë tua. Elira ngriti kokën dhe shikoi Ilirin. Ku është kjo kujdestare? Kjo zonja Lida? Dua të flas me të. Iliri uli kokën dhe pa orën e tij të shtrenjtë. Ajo u largua nga Tirana pas largimit nga puna. Nuk e di ku është tani. Sa e përshtatshme, tha Elira me një ton sarkastik. Fatmira mori thellë frym. Në rregull, kjo është çështja ime.
Zonja Kelmendi, ju mund të shkoni lirshëm, por do t'ju kërkojmë të jeni në dispozicion për pyetje të mëtejshme. Zotri Hoxha, ju dhe Ajola do të duhet të shkoni në stacionin e policisë për verifikim dokumentesh, dhe unë personalisht do të kontaktoj autoritetet e gjendjes civile për të verifikuar këto dokumente. Por në atë moment, Ajola bërtiti me një forcë që i tronditi të gjithë. Jo, unë nuk do të shkoj me të. Ai nuk është baba im. Ai më trajtoi keq. Zonja Lida më tha të vërtetën para se të largohej. Dhoma u mbush me tension. Iliri u afrua me shpejtësi te Ajola, por Elira u ngrit në këmbë dhe u vu përpara vajzës. Mos i afrohesh, tha ajo me një zë të ulur por plot autoritet. Kjo është vajza ime ligjore, bërtiti Iliri. Jo nëse dokumentet janë të falsifikuara, u përgjegj Elira. Dhe duke parë se unë jam gjallë dhe këtu, dukeni shumë si të falsifikuar. Fatmira telefonoi me një herë, dhe brenda 5 minutash, 2 oficer policie erdhën në zyrë. Më vjen keq, zotri Hoxha, por do të duhet të na shoqëroni për pyetje të mëtejshme, tha njëri prej oficerëve. Iliri i hodhi Elirës një vështrim plot urrejtje, një vështrim kaq të errët se ajo pothuajse u prapsej pas. Kjo nuk ka mbaruar, përshpëriti ai. Ju nuk e dini me çfarë jeni përfshirë. Dhe me këto fjalë, ai u largua me policinë. Elira mbeti vetëm me Ajolën dhe Fatimirën në zyrë. Ajo u ul përsëri në karrige, duke ndjerë se këmbët nuk e mbaheshin më. Çfarë po ndodh, përshpëriti ajo. Fatmira u ul përballë saj. Zonja Kelmendi, mendoj se ju jeni përfshirë në diçka shumë të madhe se sa një keqkuptim i thjeshtë. Do t'ju këshilloja të merrni një avokat dhe të shkoni në policinë nesër për të dorëzuar një raport zyrtar. Elira shikoi poshtë te Ajolla, e cila ishte përsëri ngjitur me të, duke mbajtur dorën e saj. Po ajo, pyeti Elira, çfarë do të ndodh me të? Për momentin, do duhet të shkoj me shërbimet sociale derisa të sqarohet situata. Jo, bërtiti Ajolla, unë dua të rinj në mamën. Elira ndihej sikur zemra po i shqyhej në copa. Ajo nuk e njihte këtë vajzë. Ajo nuk kishte asnjë lidhje me të, por në të njëjtën kohë nuk mund të lejonte që ajo të shkonte në ndonjë institucion pa ditur çfarë kishte kaluar. A mund të rri me mua sonte? Pyeti Elira papritur. Fatmira e shikoi me habi. Ju sapo mbërritët në vend. Ju nuk e njihni këtë fëmijë. E di, tha Elira, por diçka këtu nuk shkon. Dhe nëse ka qoftë edhe një mundësi të vogël se kjo vajzë është në rrezik, unë nuk mund të largohem dhe të bëj sikur asgjë nuk ka ndodhur. Fatmira hesht për një kohë të gjatë, duke menduar. Kjo është shumë e pazakontë, por le të them kështu. Do t'ju lejoj të qëndroni me vajzën sonte, por nesër në mëngjes, ju të dyja duhet paraqiteni në stacionin qendror të policisë dhe do të kontaktoj shërbimet sociale për një asistent që të vi ta vizitoj. Elira e mori thellë frymën. Faleminderit. Ajola e përqafoi Elirën me një forcë të tillë se ajo gati nuk mundi të merrte frymë. Faleminderit mami. Faleminderit që nuk më le. Dhe në atë moment, ndërsa Elira e ndjente këtë trup të vogël duke u dridhur në krahët e saj, ajo e kuptoi se jeta e saj sapo kishte ndryshuar përgjithmonë. Ishte pothuajse ora 9 e mbrëmjes, kur Elira dhe Ajola dolën nga aeroporti. Qielli ishte bërë i errët dhe dritat e qytetit shkëlqenien në largësi. Elira nuk ishte asnjë plan, nuk kishte një shtëpi ku të shkonte. Kishte menduar se do të qëndronte në një hotel të lirë për natën e parë dhe pastaj do të merrte një autobus për në fshat për ta vizituar nënën e saj. Por tani, çdo gjë kishte ndryshuar. Ajo e kishte dorën e Ajolës në dorën e saj dhe vajza ecte pranë saj me një shprehje kaq të lumtur në fytyrë sa Elira nuk mund t'i besonte syve. Si mund të ishte kjo vajzë, kaq e lumtur, me dikë që sapo kishte takuar? Ku po shkojmë, mami? Pyeti Ajola me një zë plot shpresë. Elira u përpoq të buzëqeshte. Për momentin, në një hotel, por nesër do të shkojmë në polici dhe do ta sqarojmë gjithçka. Në rregull? Ajola u ngrit në majët e gishtave dhe përshpëriti. Zonja Lida më tha se një ditë ti do të vish dhe do të më marrësh. Ajo më tha se ti kur nuk më kishe lënë me dëshirë. Ajo më tha se dikush të kishte bërë diçka të keqe. Elira ndaloi në vend. Ajola. Çfarë të tha saktësisht, zonja Lida?
Vajza e vogël shikoi poshtë në këmbët e veta. Ajo më tha se kur unë isha shumë e vogël, ti dhe ajo isha shoqe të mira, por pastaj ti u largove dhe nuk u ktheve më. Dhe njerëz të këqin të morën mua dhe më dhanë të zotëria i lirë, por zonja Lida tha se ajo dinte të vërtetën dhe se një ditë ti do të zbuloje gjithçka. Kjo nuk kishte kuptim. Asgjë nuk kishte kuptim. Elira nuk e njifte asnjë zonja Lida. Ajo nuk kishte qenë kurrë shtatzën. Nuk kishte lindur kurrë një fëmijë. A ishte e mundur që dikush të kishte përdorur identitetin e saj? Që të kishte falsifikuar dokumenta? Por përse? Dhe kush? Hajde, tha Elira me butësi. Le të gjejmë një vend ku të pushojmë dhe nesër do të flasim më shumë. Ato morën një taksi deri në një hotel të vogël në periferinë e qytetit. Nuk ishte vend i shtrenjtë, por ishte pastër dhe i qetë. Dhoma kishte 2 krevat të vegjël dhe një dritare që jepte në një rrugë të qetë. Ajola hyri në dhomë dhe u hodh menjëherë në një nga krevatët duke qeshur me gëzim. Kjo është dhoma jon, e jona. Zonja Lida tha se dikush ma mori mua nga spitali dhe falsifikoi letrat, duke thënë se ti kishe vdekur. Por ti nuk ishe vdekur, ti thjesht nuk e dije se ku isha on, dhe kur u përpoqe të më kërkosh, askush nuk të tha të vërtetën. Kjo ishte e çmendur, por edhe sikur ti ishte e vërtet, psa? Kush do ta bënte një gjë të tillë, dhe pse do të përdornin emrin e Elirës? Ajola, ke ndonjë letër, ndonjë certifikat lindje, diçka që tregon emrin e nënës? Vajza tundi kokën. Zotria e Ilir i mban të gjitha letrat në një kasafort. Unë nuk i kam parë kurrë. Elira u ngrit dhe filloi të ecte përpara e prapa në dhomë. Mendja e saj punonte me shpejtësi, duke u përpjekur të lidhte pjesët e këtij puzzle-i të çmendur. Ku je lindur? Pyetja ajo. Zonja Lida tha se kam lindur në Tiranë, në spitalin Mbretëresha Geraldine. Elira ndaloi. Ajo e njihte atë spital. Kishte kaluar pranë tij shumë herë, kur jetonte në Tiranë, para se të largohej për në Londër. Kur ke ditëlindjen? Më 3 prill 2018. Elira llogariniti shpejt. Në prill 2018-ën, ajo ishte në Londër. Ishte duke punuar në 2 vende të ndryshme, duke jetuar në një apartament të vogël me 3 të tjerë emigrant. Nuk kishte qenë në Shqipëri për 2 vjet. Kjo nuk mund të jetë e vërtet, murmuriti ajo. Unë nuk isha as në vend kur ti lindur. Por atëherë pse dokumentet e vajzës kishin emrin e saj? Pse certifikata e saj e lindjes thoshte se Elira Kelmendi, e lindur më 15 mars 1989, ishte nëna? Ajola, atë ka treguar zonja Lida ndonjë detaj tjetër? Emra, vende? Vajza mendoi për një moment. Ajo përmendi një grua tjetër, një doktoreshe. Por nuk më tha emrin, tha se kjo doktoreshe dinte diçka të rëndësishme, dhe se një ditë ti do ta gjeje të vërtetën. Elira u ul përsëri në krevat, duke ndjer peshën e gjithë kësaj situate duke i rënë mbi supe. Nesër do të shkojmë në polici, tha ajo me vendosmëri, dhe do t'i tregojmë gjithçka. Dhe do ta gjejmë këtë zonjën Lida, sado e vështirë të jetë. Ajola u hodh përpara dhe e përqafoi Elirën. Faleminderit që më besove. Të gjithë të tjerët thanë se unë isha duke shpikur gjëra, por ti më besove. Elira e përqafoi vajzën me butësi, duke ndjer për herë të parë një lidhje të çuditshme me të. Nuk ishte lidhje gjaku, nuk ishte histori e përbashkët, por ishte diçka tjetër. Një nevojë për të mbrojtur, për të qenë aty, për të mos e lënë këtë fëmijë të vogël vetëm përsëri. Tani le të pushojmë, tha Elira. Ke nevojë për gjumë. Ajola u fut nën batanien dhe e shikoi Elirën me sy plot besim. A do t'jesh këtu kur të zgjohem? Po, premtoi Elira. Do t'jem këtu. Dhe me këtë premtim Ajola mbylli syt dhe brenda pak minutash zuri gjumë. Por Elira nuk mund të flinte. Ajo qëndroi ulur në krevatin e saj, duke shikuar nga dritarja në errësirën e natës, duke u pyetur se çfarë misteri po e prisnin. Mëngjesi erdhi shumë shpejt. Elira nuk ishte qetur gati fare, vetëm kishte mbyllur syt për pak orë dhe kishte parë ëndra të shqetësuara,
fytyra të panjohura, dokumente që digjeshin, një vajzë e vogël që qante në errësirë. Kur u zgjua, dielli sapo po ngrihej, duke hedhur rreze të holla për to kalinë për perdet e dritares. Ajola ende flinte, e mbështill në batanie me një shprehje të qetë në fytyrën e saj të vogël. Elira u ngrit nga krevati dhe shkoi në banjo. Kur u shikoi në pasqyrë, gati nuk e njohu veten. Kishte rrath të errta nën sy, flokët e saj ishin të rrëmujshme dhe fytyra dukej më e hollë, më e lodhur se zakonisht. "Çfarë po bën Elira?" I tha ajo vetes në pasqyrë. "Ti as që e njeh këtë vajzë, pse po përfshihesh në këtë?" Por thellë në brendësi ajo e dinte përgjigjen. Sepse askush tjetër nuk po e besonte Ajolën, askush tjetër nuk po e dëgjonte. Dhe nëse Elira do të largohej tani, kjo vajzë do të kthehej te Iliri ose do të shkonte në një institucion, dhe e vërteta, cila do që ishte ajo, nuk do të zbulohej kurrë. Kur doli nga banjo, Ajola ishte zgjuar dhe po uli në skaj të krevatit duke e fërkuar syt. "Mirëmëngjes, mami," tha ajo me një zë të përgjumur. "Mirëmëngjes," u përgjigje Elira duke u përpjekur të buzëqeshte. "Je gati për të shkuar në polici?" Ajola tundi kokën. "Po, zonja Lida mu tha se policia mund të ndihmoj nëse unë tregoj të vërtetën." Ato u veshën shpejt dhe zbritën në dhomën e ngrënjes së hotelit, ku ulën për një mëngjes të thjeshtë, bukë, djath dhe çaj. Ajola hëngri me oreks, por Regjira mezi arriti të përtynte disa copë bukë. Pas mëngjesit, ato morën një tjetër taksi që I çoi direkt në stacionin qendror të policisë të Tiranës. Ndërtesa ishte e madhe, me dyer të rënda metalike dhe oficer që kalonin përpara e mbrapa me shpejtësi. Në recepcion, Elira shpjegoi se kishin një takim për të raportuar një rast të mundshëm mashtrimi dokumentesh dhe abuzim ndaj fëmijëve. Recepcionistja, një grua në të 50-tat me flokë të shkurtra gri, e shikoi me një shprehje të vëmendshme. "Emri?" "Elira Kelmendi." Gruaja shtypni diçka në kompjuter dhe pastaj ngriti kokën. "Ah, po, jeni pritur. Komisari Denvishi do t'ju takoj. Juve dhe vajzën?" "Po," tha Elira duke e shtrënguar dorën e Ajolës. Ato u shoqëruan nëpër një korridor të gjatë deri në një zyrë në katin e dytë. Mbi derë shkruante: "Komisari Arben Dervishi, njësia e krimeve ekonomike dhe mashtrimeve." Brenda, një burr rreth të 50 vjeçve po ulej pas një tavoline të mbushur me dosje dhe letra. Ai kishte flokë gri të shkurtra, sy të zgjuar kafeni dhe një mustaqe të dendur. Kur I pa u ngrit në këmbë dhe shtriu dorën. "Zonja Kelmendi, mirë se vini. Unë jam komisari Dervishi dhe kjo duhet jetë Ajola." Ajola fshihej pas Elirës, por Dervishi I buzëqeshi me butësi. "Mos u shqetëso e vogël, unë jam këtu për të ndihmuar." Ata ulën dhe Dervishi hapi një dosje të vogël. "Ka marrë raportin nga aeroporti dje, dhe duhet të them, kjo është një nga rastet më të çuditshme që kam parë në karrierën time." Elira mori frym thellë. "Komisar, unë kam nevojë që ju të kuptoni se unë nuk e di çfarë po ndodh. Unë nuk njoh këtë vajzë, por dokumentet e saj pretendojnë se unë jam nonja e saj dhe unë e di me siguri absolute se unë nuk kam lindur kurrë një fëmijë." Dervishi tundi kokën. "E kuptoj, dhe kam nisur tashmë disa hetime paraprake. Para se gjithash kam kërkuar kopje të certifikatës së lindjes së Ajolës nga arkivat e Spitalit Mbretëresha Geraldina." Ai nxorri një faqe të printuar dhe ja dha Elirës. Kur ajo e lexoi, zemra I ra në bark. Aty shkruante qartë: "Certifikat lindje, emri I fëmijës Ajola Kelmendi. Data e lindjes 3 prill 2018. Vendi I lindjes Spitali Mbretëresha Geraldin, Tiranë. Nëna Elira Kelmendi, e lindur më 15 mars 1989, Gjirokastër. Babai I panjohur." Kjo është e pamundur," përshpëriti Elira. "Unë nuk isha në Shqipëri në prill 2018, isha në Londër." "A keni ndonjë provë për këtë?" pyeti Dervishi. "Po, kam fatura, dokumente, kontrata pune nga Londra. Mundi sjell të gjitha." "Të mira, do t'i nevojiten, sepse sipas këtij dokumenti, ju keni lindur një fëmijë në Tiranë në prill 2018. Elira e ndiu veten duke u dridhur. "Dikush ka falsifikuar këtë dokument. Dikush ka përdorur identitetin tim." "Kjo është mundësia më e madhe," pranoi Dervishi. "Por pyetja është, kush dhe pse?" Ajola, që kishte qëndruar e heshtur deri tani,
foli pa pritur. Zonja Lida e di, ajo më tha që shka. Dervishi u kthyre nga ajo. Ajola, më trego për zonjën Lida, cili është emri i saj i plot? Nuk e di, tha vajza e vogël. Të gjithë e thërisnin thjesht zonja Lida. Sa kohë punoj në shtëpinë e zotërisë Ilir? 2 vjet. Ajo erdhi kur unë isha 5 vjeçe. Dhe ku është tani? Ajola uli kokën. Zotëria Ilir tha se ajo u largua nga qyteti, por para se të largohej, ajo më tha që të mos kisha frikë, se mamaja ime do të kthehej. Dervishi shënoi diçka në një blok shënimesh. Do të duhet ta gjem këtë grua. Ajo duket se ka informacione kyçe. Ai u kthye përsëri te Elira. Zonja Kelmendi, a keni ndonjë ide se kush mund të ketë një motiv për të përdorur identitetin tuaj në këtë mënyrë? Elira mendoi thellë. Kush? Pse? Kam jetuar jashtë vendit për 8 vjet, tha ajo ngadalë. Para se të largohesham kisha disa konflikte familjare. Motra ime dhe unë kishim një mosmarrveshje për trashëgimin e babait ton. Por kjo është shumë e madhe se një mosmarrveshje familjare. Cili ishte emri i motrës? Arta Kelmendi. Ajo është 3 vjet më e madhe se unë. Dervishi shënoi edhe këtë. Do ta kontaktojmë dhe do duhet të kontaktojmë edhe spitalin për të parë nëse ka ndonjë regjistër të vizitave apo të ndonjë mjeku që ka nënshkruar këtë certifikat. Në ato moment, dera u hap dhe një oficer tjetër hyri me ngut. Komisar Dervishi, kemi një zhvillim. Çfarë? Ilir Hoxha, burri që u mor dje në pyetje, ka një të kaluar kriminale. Dervishi u ngrit në këmbë. Çfarë lloj të kaluare? Mashtrimi me dokumente, falsifikim letër dhe trafik fëmijësh. Dhoma u mbush me një heshtje të rëndë. Elira ndeu sikur nuk mund të merrte frym. Trafik fëmijësh? Përsëriti ajo me një zë të hollë. Oficeri tundi kokën. Ai u arrestua në 2015 për përfshirje në një rrjet e dobshëm i paligjshëm, por rasti u mbyll për mungesë provash. Megjithatë, emri i tij ishte në dosje si i dyshuar. Dervishi goditi me grusht tavollinën. Pra ky njeri ka pasur akses te fëmijë, ka pasur mundësi të falsifikojë dokumente, dhe tani pretendon se është kujdestar i ligjor i një fëmije me dokumenta të dyshimta. Ai u kthye te Elira. Zonja Kelmendi, kjo situatë është shumë më serioze se sa mendova në fillim. Mendoj se Ajola mund të jetë viktim e një rrjeti trafikimi ose adoption i paligjshëm, dhe dikush ka përdorur identitetin tuaj për të legalizuar kujdesin. Elira shtrëngoi dorën e Ajolës duke ndjerë një valë mbrojtëse duke u ngjitur nga brëndësia. Çfarë bëjmë tani? Së pari do të arrestojmë Ilir Hoxhën në akuzën e falsifikimit të dokumentave dhe abuzimit të fëmijëve. Së dyti do të fillojmë një hetim të plot të rrethit të tij, të kontakteve, të gjitha atyre që mund të jenë përfshirë. Dhe së treti, ai shikoi Ajolën, vajza nuk mund të kthehet tek ai. Për momentin do të duhet të shkojë në një shtëpi sigurie sociale. Jo, bërtiti Ajola duke u ngjitur tek Elira. Unë dua të ri me maman. Elira e ndjeu zemën duke u coptuar. Komisar, a nuk ka ndonjë mënyrë që ajo të qëndrojë me mua? Të paktën derisa të zbardhet situata? Dervishi hesht për një moment. Kjo është jashtëzakonisht e pazakontë. Ju nuk keni asnjë lidhje ligjore me vajzën dhe nuk jeni qytetare e rezidente. Sapo keni mbërritur në vend? E di, tha Elira me dëshpërim, por kjo vajzë më ka besuar, dhe nëse ka qenë viktime abuzimit, atëherë hedhja e saj në një institucion tjetër do të jetë traumatizuese. Dervishi e shikoi Ajojon, e cila po qante tani me fytyrën e fshehur në krahun e Elirës. Le të them kështu, tha ai së fundi, do t'ju lejoj një rregullim të përkohshëm për 5 ditë. Brenda të saj kohe do të bëjmë teste të ADN-s për të verifikuar nëse ka ndonjë lidhje biologjike. Do të kontaktojmë autoritetet në Londër për të verifikuar prezencat tuaja dhe do të kërkojmë për zonjën Lida dhe për çdo person tjetër të përfshirë. Por, nëse pas 5 ditëve nuk kemi përgjigje të qarta, Ajola do të duhet të shkojë në kujdes social. Jeni dakord? Elira tundi kokën me vendosmëri. Jam dakord. Atëherë do të duhet të nënshkruani disa dokumenta dhe do t'ju caktojmë një asistent social që do t'ju vizitojë çdo ditë. Faleminderit, tha Elira, duke ndjerë një lehtësim të vogël. Ata kaluan orën tjetër duke nënshkruar letra, duke dhënë deklarata dhe duke bërë plane për testin e ADN-s që do të bëhej menjëherë atë pasdite. Kur dolën nga stacioni i policisë,
Ajola e mbante fort dorën e Elirës. Faleminderit, po shpëriti vajza. Faleminderit që nuk më le. Elira e shikoi poshtë dhe ndeu diçka që nuk e kishte ndjerë prej vitesh. Një qëllim, një arsye për të qëndruar, për të luftuar. Nuk do të lë, premtoi ajo. Do ta zbulojmë të vërtetën, bashk. Pas dite e asaj dite, Elira dhe Ajola shkuan në spitalin Mbretëresha Geraldine për të bërë testin e ADN-s. Ishte një ndërtesë e vjetër, me mure të prera nga vitet dhe korridore të gjata që jehonin me tingujt e hapave dhe zërave të largu. Një infermiere e re me një uniformë të bardhë ju udhëhoqi në një dhomë të vogël ku u morën mostra gjaku. Nga të dyja. Ajola qau pak kur i fut gjilpëra, por Elira e mbajti dorën dhe i këndoi një këngë të vjetër që nëna e saj e këndonte kur ishte e vogël. Rezultatet do t'jenë gati për 3 deri në 5 ditë, tha infermierja. Do t'ju njaftojmë me telefon. Pasi mbaruan, Elira kishte një ide. A mund të flasi me dikën nga administrata? Pyeti ajo. Dua të bëj disa pyetje për një lindje që ka ndodhur këtu në 2018. Infermierja dukej e dyshimt, por në fund tha: Mund të provoni në zyrën e regjistrit në katin e parë. Ato zuna shensorin ndëshkuan në katin e parë, ku gjetën zyrën e regjistrit civil spitalor. Brenda, një grua e moshuar me syze të trasha po ulej pas një kompjuteri të vjetër, duke shtypur me ngadalë në tastier. Mirdita, tha Elira me një zë të sjellshëm. Më vjen keq që ju shqetësoj, por kam një pyetje për një regjistër lindje. Gruaja e ngriti kokën dhe e shikoi Elirën me vëmendje. Emri? Ajola Kelmendi. E lindur më 3 prill 2018. Gruaja filloi të shtypte në kompjuter, duke e shikuar ekranin me sy të ngushtuar. Po, këtu është. Ajola Kelmendi. E lindur në orën 03:15 të mëngjesit, me peshë 3.2 kg. Zëmra e Elirës rrathte fort. A mund të më tregoni kush është mjeku që ka nënshkruar certifikatën e lindjes? Gruaja shikoi përsëri në ekran. Doktor Mirela Shehu, por ajo nuk punon më këtu. Që nga kur? Që nga viti 2019. U largua papritur, nuk dha as dorëheqje zyrtare. Elira ndeu një dridhje duke u ngjitur shpinës. A keni ndonjë mënyrë për ta kontaktuar? Gruaja tundi kokën. Më vjen keq, por të dhënat personale të ish-punonjësve janë konfidenciale. Elira po mendonte se çfarë të bënte tjetër kur Ajola tërhoqi mëngën e saj. Mami, shiko! Ajo po tregonte një foto në mur. Një foto e madhe me të gjithë stafin e spitalit, e bërë në 2017. Nën foto shkruante: stafi i departamentit të ginekologjisë dhe lindjes. Elira u ofrua dhe filloi të shikonte fytyrat. Kishte rreth 20 gra dhe disa burra, të gjithë të veshur me uniforma të bardha. A mund të më tregoni cila është doktor Shehu? Pyeti ajo gruan e regjistrit. Gruaja u ngrit nga karrigja me një pshërtim dhe erdhi pranë fotos, duke treguar një grua në të 30-ta me flokë të shkurtra të zeza dhe një buzëqeshi të sjellshme. Kjo është ajo, e dyta nga e majta në rreshtin e parë. Elira e shikoi me vëmendje fytyrën. Kishte diçka në të që i duke e njohur, por nuk mund ta kujtonte se ku e kishte parë. A keni pasur kontakte me të që atëherë? Pyeti Elira. Jo. Si thash, ajo u largua papritur, por disa kolegë thanë se ajo u transferua jashtë vendit. Jashtë vendit? Ku? Gruaja tundi supet. Se di, thjesht fjalgoje. Elira e dinte se nuk do të merrte më shumë informacion këtu. Ajo e falenderoi gruan dhe doli me Ajolën. Në korridorin e spitalit, ajo ndaloi dhe u përkul në nivelin e vajzës. Ajola, kur zonja Lida të fliste për nënën tënde, a përmendi ndonjëherë emrin e një doktoreshe? Ajola mendoi për një moment. Po, ajo tha doktoresha që e dinte sekretim, por nuk më tha emrin. Kjo mund të jetë ajo, doktoresh Mirela Shehu. Si do ta gjejmë? Pyeti Ajola me shqetësim. Nuk e di ende, pranoi Elira, por do ta gjejmë. Dikush e di se ku është dhe ne do t'i gjejmë ata.
Ndërsa po dilnin nga spitali, Elira pa diçka që e bëri të ndalonte. Një grua e moshuar me një kostum gri po hynte në ndërtesë, duke mbajtur një dosje të trash. Ajo kishte një shprehje të njohur. "Prisni një sekond", i tha Elira Ajolës, dhe u afrua te gruaja. "Më falni", tha ajo me ngut, "a punoni në këtë spital?" Gruaja e shikoi me kureshtje. "Po, jam në departamentin e arkivave medikale." "Përse?" "Po kërkoja informacion për një lindje që ka ndodhur në 2018. A do t'ishte e mundur që ju të më ndihmonit?" Gruaja e shikoi me dyshim, por pastaj tha: "Varet nga çfarë kërkoni, nuk mund t'ju jap dosje medikale pa autorizim." "Nuk po kërkoj dosje medikale", tha Elira me ngut. "Thjesht dua të di nëse keni ndonjë informacion për një mjeke të quajtur Dr. Mirela Shehu." Fytyra e gruas u ndryshua menjëherë. Ajo e shikoi rreth e rrotull, sikur të kishte frikë se dikush po dëgjonte. "Prisni një sekond", i tha Elira Ajolës, dhe u afrua te gruaja. "Më falni", tha ajo me ngut, "a punoni në këtë spital?" Gruaja e shikoi me kureshtje. "Po, jam në departamentin e arkivave medikale." "Përse?" "Po kërkoja informacion për një lindje që ka ndodhur në 2018. A do t'ishte e mundur që ju të më ndihmonit?" Gruaja shikoi me dyshim, por pastaj tha: "Varet nga çfarë kërkoni, nuk mund t'ju jap dosje medikale pa autorizim." "Nuk po kërkoj dosje medikale", tha Elira me ngut. "Thjesht dua të di nëse keni ndonjë informacion për një mjeke të quajtur Dr. Mirela Shehu." Fytyra e gruas u ndryshua menjëherë. Ajo e shikoi rreth e rrotull, sikur të kishte frikë se dikush po dëgjonte. "Prisni një sekond", i tha Elira Ajolës, dhe u afrua te gruaja. "Më falni", tha ajo me ngut, "a punoni në këtë spital?" "Po, jam në departamentin e arkivave medikale." "Përse?" "Po kërkoja informacion për një lindje që ka ndodhur në 2018. A do t'ishte e mundur që ju të më ndihmonit?" Gruaja e shikoi me dyshim, por pastaj tha: "Varet nga çfarë kërkoni, nuk mund t'ju jap dosje medikale pa autorizim." "Nuk po kërkoj dosje medikale", tha Elira me ngut. "Thjesht dua të di nëse keni ndonjë informacion për një mjeke të quajtur Dr. Mirela Shehu." Lindita mori frymthell. Në vitin 2018, Dr. Shehu ishte një nga mjeket tona më të mira. E përkushtuar, e aftë, e dashur nga të gjithë. Por pastaj, në maj të atij viti diçka ndryshoi. Ajo u bë e trazuar, e shqetësuar, nuk fliste me askë, dhe një ditë erdhi te unë dhe më tha: "Lindita, nëse më ndodh diçka, ti duhet të dish të vërtetën. Ka një dosje në zyrën time, në sirtarin të poshtëm. Mbaje të fshehtë." Elira e ndjeu zemën duke u rarë fort. Çfarë ishte në atë dosje? Nuk e di. Asaj nate erdhi një zjarr i vogël në departamentin e ginekologjisë. Asgjë e madhe, vetëm disa letra që u dogjën në zyrën e doktor Sheus. Për të nesërmen, ajo kishte ikur. Askush nuk e pa më. Disa thanë se ishte larguar nga vendi, të tjerë thanë se kishte frikë. Frikë nga kush? Lindita uli zërin edhe më shumë. "Ka folgoje, thjesht folgoje. Kuptojeni, që ka pasur një rije të fshehtë në këtë spital. Një rije që kishte të bënte me fëmijë të sapo lindur. Lindje të padeklaruara, adoptime të paligjshme, falsifikim dokumentesh." Elira i ndeu sikur bota po i rrotullohej. "Dhe doktor Shehu ishte përfshirë?" "Jo", tha Lindita me vendosmëri. "Ajo ishte ajo që zbuloi gjithçka. Dhe për këtë arsye, mendoj se dikush e detyroi të largohej." "Kush? Kush ishte përfshirë?" Lindita heshti, duke shikuar në tokë. "Nuk di me siguri, por kishte disa emra që qarkullonin. Një prej tyre ishte një burr i quajtur Ilir Hoxha." Elira ndeu sikur gjithçka po binte në vend. "Ilir Hoxha, burri që pretendon se është kujdestari i Ajolës." Lindita e shikoi vajzën e vogël me një shprehje dhimbje. "Ky njeri, a ka qenë i ashpër me ty?" pyeti ajo Ajolën me butësi. Ajola tundi kokën me lot në sy. "Po, shumë i ashpër." Lindita i doli një lot nga syri. E dija që diçka nuk shkonte mirë, por unë nuk pata asnjë provë dhe kisha frikë. Kam një familje, nipër që duan mbrojtur." Elira i vuri dorën në supë. "E kuptoj, por tani ju mund të më ndihmoni. Ku mund ta gjej doktor Shehun?" Lindita nxori një letër të vjetër nga xhepi i saj. "Kjo është numri i telefonit të motrës së saj. Emri i saj është Albana Shehun.
Ajo jeton në Durrës. Nëse dikush e di se ku është Mirela, ajo është motra. Elira e mori letrën me duar që i dridheshin. Faleminderit shumë. Thjesht, Lindita heshti për një moment. I jeni të kujdesshme. Nëse ky rrjet ekziston ende, ata nuk të duan që ju të zbuloni të vërtetën. Dhe me këto fjalë që trembnin, Lindita u ngrit dhe u largua, duke lënë Elirën dhe Ajolën të ulura në stol me një numër telefoni që mund të ndryshonte gjithçka. Atë mbrëmje, pas një darke të thjeshtë në një restorant të vogël pranë hotelit, Elira dhe Ajola u kthye në dhomën e tyre. Ajola ishte e lodhur dhe ra shpejt në gjumë, por Elira qëndroi zgjuar, duke shikuar letrën që Lindita i kishte dhënë. Ajo e nxorri telefonin nga çanta dhe formoi numrin me duar që i dridheshin. Telefoni ra 1 herë, 2 herë, 3 herë. Alo, u dëgjua një zë femëror i lodhur nga ana tjetër. Albana Shehu? Pyeti Elira me ngut. Po, kush është? Emri im është Elira Kelmendi. Unë po kërkoj për motrën tuaj, doktor Mirela Shehu. Heshtja nga ana tjetër ishte i gjatë dhe i rëndë. Kush ju dha këtë numër? Pyeti Albana më në fund, me një ton të dyshimt. Lindita. Po, e kujtoj atë. Por, përse po kërkoni për motrën time? Elira mori frymthell. Sepse mendoj se ajo di të vërtetën për një vajzë të vogël që pretendon se unë jam nëna e saj, dhe certifikata e saj e lindjes është nënshkruar nga doktor Shehu. Përsëri heshtje. Pastaj një pshërtim e gjatë. Ju duhet të vini në Durrës, nesër. Ka gjëra që nuk mund të thuhen në telefon. Zemra e Lirës rahu fort. A do të më takoni? Po. Në orën 10 të mëngjesit, në kafenen Deti Art, pranë Bregdetit. Do t'jem e veshur me një jelek të kuq. Do t'jem atje. Faleminderit. Mos më falenderoni ende, tha Albana me një zë të trishtuar. Kur të dëgjoni të vërtetën, mund të dëshironi të mos e kishit zbuluar kur. Dhe ajo mbylli telefonin. Elira mbeti të mbante telefonin në dorë duke u dridhur. Çfarë kishte dashur të thoshte Albana? Çfarë të vërtetë e priste? Ajo shikoi Ajola që flinte thellë, me një dorë nën faqe dhe një shprehje aq shpaqësore sa të bënte zemrën të dhimbte. Çfarë do të bëj? Shpëriti Elira në errësirë. Çfarë do të zbuloj nesër? Por thellë në brendësi, ajo e dinte se nuk ishte kthy mbrapa. Kishte filluar këtë udhëtim dhe tani duhej ta përfundonte, pavarësisht nga ajo që do të zbulonte. Mëngjesi erdhi me diell dhe me njerë të lehtë deti. Elira zgjoi Ajolën herët dhe pas një mëngjesi të shpejt, morën një taksi për në Durrës. Udhëtimi zgjati rreth 1 orë dhe gjatë gjithë rrugës Ajola pyeste. Ku po shkojnë, mami? Po shkojmë të takojmë dikë që mund të na ndihmojë të zbulojmë të vërtetën. Motrën e doktoreshës? Po, si e di? E dëgjova kur fole në telefon brëma. Unë nuk flija akoma. Elira nuk mund të mos buzëqeshte. Kjo vajzë ishte më e zgjuar se sa dukej. Kur mbërrite në Durrës, qyteti ishte plot jetë. Bregdeti ishte i mbushur me njerëz që shijonin mëngjesin e bukur. Disa ecnin përgjatë vijës së detit, të tjerë ulur në kafene, fëmijë luanin në rër. Kafeneja Deti Art ishte një vend i vogël me tavolina të bardha jashtë, me pamje direkt nga deti. Elira e pa me njerë gruan që po e priste. Një grua rreth të 40 vjeçve, me flokë të gjata bujqielli, e veshur me një jelek të kuq siç kishte thënë. Albana? Pyeti Elira duke u afruar. Gruaja ngriti kokën dhe e shikoi me vëmendje. Kishte sy të lodhur, me radhë të errta poshtë tyre dhe duar që i dridheshin lehtë kur e ngriti filçanin e kafes. Elira Kelmendi, tha ajo me një zë të qetë. Dhe ti duhet të jesh Ajola. Ajola u fsheh pak pas Elirës, por tundi kokën. Uluni, tha Albana duke treguar karriget përballë saj. Kam shumë për t'ju treguar, dhe jo shumë kohë. Pasi ulën, Albana porositi 2 çaj për të dhe një çokoladë të ngrohtë për Ajolën. Pastaj filloi të fliste me një zë të ulët, duke shikuar rreth e rrotull për t'u siguruar që askush nuk po dëgjonte. Motra ime
Mirela ishte mjekja më e mirë që njihja. Ajo e donte punën e saj më shumë se gjithçka. Por në prill të vitit 2018, diçka ndodhi që ndryshoi jetën e saj përgjithmonë. Elira u përkoll përpara. Çfarë ndodhi? Një natë, një grua e re erdhi në spital duke lindur. Ajo ishte vetëm 20 vjeçe, e dëshpëruar, pa familje, pa para. Emri i saj ishte Elira Kelmendi. Zemra e Elirës ndaloi për një moment. Çfarë? Por unë nuk isha në Shqipëri atë kohë. Albana tundi kokën. E di, sepse nuk ishit ju. Ishte dikush tjetër, dikush që kishte përdorur identitetin tuaj. Si është e mundur? Dokumentat e saj ishin të falsifikuara, shpjegoi Albana, por ishin falsifikuar aq mirë sa askush në spital nuk e kuptoi në fillim. Ajo lindi një vajzë, Ajolën, dhe pastaj diçka e çuditshme ndodhi. Çfarë? Pas lindjes, gruaja kërkoi të shite fëmijën, por ju tha se fëmia kishte probleme shëndetësore dhe duhej të qëndronte në inkubator. Por Mirela, motra ime, ishte aty atë natë, dhe ajo e pa se fëmia ishte krejtësisht e shëndetshme. Ajo filloi të dyshohej. Albana ndaloi për të pirë pak çaj, duke lënë tensionin të ndërtohet. Mirela filloi të hetonte, vazhdoi ajo, dhe zbuloi se kjo nuk ishte hera e parë. Kishte pasur raste të tjera, gra të reja, të varfra, që vinin për të lindur dhe pastaj u thuaj se fëmijët e tyre kishin vdekur ose kishin probleme serioze. Por në të vërtetë, fëmijët u merreshin dhe jepeshin për adoptim të palishëm. Elira ndeu një valë të ftohtë duke ju ngjitur trupit. Kush po e bënte këtë? Një rrjet i organizuar, tha Albana me një zë plot hidhërim. Mjek, infermiere, avokat, njerëz me lidhje, dhe në krye të tij ishte një burr me emrin Ilir Hoxha. Zoti im, përshpëriti Elira. Mirela mblodhi prova. Ajo regjistroi biseda, fotokopjoi dokumente, mori emra, dhe pastaj shkoi te drejtori i spitalit për të raportuar gjithçka. Dhe çfarë ndodhi? Albana cundi kokën me trishtim. Drejtori ishte pjesë e rrjetit. Ai e kërcënoi Mirelën. I tha se nëse nuk heshte dhe nuk largohej, familja e saj do të pësonte. Unë kam një vajzë të vogël, një mbisë që Mirela e donte më shumë se jetën. Ata e dinin këtë dhe e përdorën kundër saj. Elira kapi dorën e Albanës. Ku është ajo tani? Në Gjermani. Ajo u largua që në vitin 2019 dhe nuk është kthyer që atëherë. Dhe çdo ditë ajo jeton me fajsinë të diturës që ka lënë pas fëmijë të pafajshëm në duart e këtyre kriminalëve. Ajola që kishte qëndruar e heshtur gjatë gjithë kësaj kohe, foli papritur. Pra, e vërteta që zonja Lida më tha ishte e vërtet? Albana e shikoi vajzën me një shprehje plot dhimbë. Po e vogël, nëna jote e vërtet ishte një grua e re që përdori emrin e Elirës për të regjistruar lindjen. Por pas lindjes ti të morën brej saj, dhe asaj u tha se ti kishe vdekur. Ku është ajo tani? Pyeti Elira me një zë që i dridhej. Ku është nëna e vërtetë e Ajolës? Albana uli kokën. Nuk e di. Mirela u përpoq të agjente, por gruaja kishte zhdukur. Disa thanë se ishte kthyer në fshatin e saj, të tjerë thanë se kishte lënë vendin. Elira ndeu një dëshpërim të thellë. Pra çfarë bëjmë tani? Si e ndalojmë këtë? Albana nxori një zarf të trash nga çanta saj dhe ja dha Elirës. Këtu janë të gjitha dokumentet që Mirela arriti të kopjonte para se të largohej. Emra, data, transaksione. Çoje këtër te policia dhe i e kujdesshme. Këta njerëz janë të rrezikshëm. Elira e mori zarfin me duar që i dridheshin. Faleminderit. Faleminderit për guximin tuaj. Albana u ngrut në këmbë duke shitur orën. Duhet të shkoj. Por Elira, kujdesu për atë vajzë. Ajo ka kaluar shumë. Dhe pavarësisht se kush është nëna e saj biologjike, ajo ka nevojë për dikë që ta dojë. Dhe me këto fjalë Albana u largua, duke lënë Elirën dhe Jolën të ulura me një zarf plot sekrete që mund të shkatërronin një organizatë të tërë kriminale.
Menjëherë pas takimit me Albanën, Elira telefonoi komisarnjarin Dervishi dhe i tha se kishte prova të reja. Ai i kërkoi që të kthehej menjëherë në Tiranë dhe të shkonte direkt në stacionin e policisë. Udhëtimi i kthimit ndjehej më i gjatë. Elira mbante zarfin fort në prehër, duke ndjer peshën e tij, jo peshën fizike, por peshën e të vërtetave që përmbante. Kur mbërrite në stacion, komisari Dervishi i priti me një ekip hetimor. Ata shkuan në një dhomë të sigurt dhe Elira e hapi zarfin me kujdes. Brenda kishte fotokopje të dokumenteve të falsifikuara për 8 lindje të ndryshme, emra të mjekëve dhe infermierëve të përfshirë, regjistrime bankare që tregonin transferime të mëdha parash, fotografi të takimeve midis Ilir Hoxhës dhe zyrtarëve të korruptuar, një listë me emra të familjeve që kishin adoptuar fëmijë përmes këtij rrjeti. Dervishi i shqyrtoi dokumentet me kujdes dhe fytyra e tij u bë gjithnjë e më errët. Zoti im, kjo është më e madhe se sa mendova. Ktu ka policë, zyrtar shtetror, madje edhe gjykatës. Çfarë do të bëni? Pyeti Elira. Dervishi e shikoi me vendosmëri. Do t'i arrestojmë të gjithë. Do të bëjmë operacion të koordinuar, sonte. Por para se të bëjmë këtë, duhet ju mbrojmë juve dhe Ajolën. Nëse ky rrjet mëson se ju keni këto dokumente, do të bëhen të rrezikshëm. Ku do të shkojmë? Në një shtëpi të sigurt, vetëm për disa ditë, derisa të kryejmë arrestimet. Elira shikoi te Ajola që po luante me një lodër të vogël që një oficer ja kishte dhënë. Në rregull, por premtom se do ta mbani të sigurt. E premtoj, tha Dervishi me vendosmëri. Atë natë, policia shqiptare kreu operacionin më të madh kundër trafikimit të fëmijëve në historinë e vendit. 23 persona u arrestuan, përfshirë Ilir Hoxha, organizatori kryesor, 3 mjek nga Spitali Mbretëresha Geraldin, 5 infermier, 4 avokat që falsifikonin dokumente, 3 zyrtar nga zyra e gjendjes civile, 5 persona të tjerë të përfshirë në rrjet. Lajmi u bë titull kryesor në të gjitha mediat e vendit, televizionet transmetonin pamjet e arrestimeve dhe gazetarët përpiqeshin të merrnin intervista me hetuesit. Por Elira dhe Ajola ishin të fshehura në një shtëpi të vogël në periferi të Tiranës, duke pritur që gjërat të qetësoheshin. 3 ditë pas operacionit, komisari Dervishi erdhi në shtëpinë e sigurt me lajme. Kemi rezultatet e testit të ADN-s, tha ai duke u ulur përballë Elirës. Zemra e Elirës filloi të rrahte fort. Dhe, siç pritej, nuk ka asnjë lidhje biologjike midis jush dhe Ajolës. Edhe pse Elira e dinte këtë, dëgjimi i fjalëve me zë të lartë e bëri të ndiejë zbrazët. Por, vazhdoi Dervishi, kemi gjetur nënën e vërtetë të Ajolës. Elira u ngrit në këmbë. Çfarë? Si? Kur filluan të flasin njerëzit e arrestuar, një prej infermierëve pranoi gjithçka. Ajo na dha emrin e nënës së vërtet dhe vendodhjen e saj. Ku është? Në një fshat të vogël në veri të Shqipërisë. Emri i saj është Drita Lika. Ajo është 28 vjeç tani, e martuar dhe me 2 fëmijë të tjerë. Elira e ndjente kokën duke u rrotulluar. A e di ajo se Ajola është gjallë? Jo. Asaj u tha se fëmia kishte vdekur pak pasi ka lindur. Ajo ka jetuar me këtë dhimbje për 7 vjet. Ajola, që po luante në cep të dhomës, kishte dëgjuar gjithçka. Ajo erdhi me ngutë te Elira. Nëna ime vërtet është gjallë? Pyeti ajo me lot në sy. Dervishi u përgjigj me butësi. Po e vogël, ajo është gjallë. Dhe kur ta mësoj se ti je gjallë, ajo do të jetë gruaja më e lumtur në botë. Ajola filloi të qante, një të qartë të thellë, plot lehtësim dhe trishtim të përzier. Elira e përqafoi fort, duke qarë edhe ajo. A do të më çosh tek ajo? Pyeti Ajola duke i shikuar Elirën. Elira i fshiu lotët e vajzës. Po zemra ime, do të çoj. 2 ditë më vonë, Elira, Ajola dhe komisari Dervishi udhëtuan drejt veriut të Shqipërisë. Udhëtimi zgjati 6 orë, përmes malesh të lartë dhe fshatrave të vogla që dukeshin sikur koha kishte ndaluar atje. Fshati ku jetonte Drita Lika ishte i vogël, me vetëm rreth 100 banor. Shtëpit ishin të vjetra, por të mirëmbajtura, dhe njerëzit që kalonin nga rruga i përshëndesnin me kurreshtje. Shtëpia e Dritës ishte në fund të një rruge të ngushtë, e rrethuar nga një obor me lule dhe pemë frutash. Kur vetura u ndal përpara, një grua e re doli nga dera. Ajo ishte e gjatë dhe e hollë, me flokë të gjatë kështenj dhe sy të mëdhenj kafe.
sy që i ngjasonin shumë atyre të Ajolës. Komisari Dervishi doli i pari dhe i shpjegoi Dritës se kush ishin dhe pse kishin ardhur. Fytyra e gruas së re kaloi nga hutimi, te shoku, te shpresa dhe më fund te një gëzim aq i madh sa ajo filloi të qante dhe të dridhej. Vajza ime? Vajza ime është gjallë? Bërtiti ajo. Elira e hapi derën e pasme të veturës dhe Ajola zbriti ngadalë. Për një moment, nëna dhe bia më shikuan njëra tjetrën, dy të huaja që ndanin gjak, por që kishin jetuar jetë krejtësisht të ndryshme. Pastaj, Drita vrapoi përpara dhe e përqafoi Ajolën me një forcë të tillë sa vajza pothuajse humbi frymën. Vajza ime, çante Drita. Më thanë se ti kishe vdekur, më thanë se nuk e mbijetuar. Ajola nuk e njihte këtë grua, por ndërkohë ndjente se diçka e thellë brenda saj po i thoshte se kjo ishte nëna e saj, nëna e vërtet, ajo që i kishte sjellë në botë dhe i kishte dashur edhe pa e njohur. Ato qëndruan të përqafuara për një kohë të gjatë, duke qarë dhe duke u dridhur, ndërsa Elira qëndronte më njanë duke qarët e ajo, por këto ishin lot gëzimi, lot lehtësimi. Pasi u qetësuan, Drita e ftoi të gjithë brenda në shtëpi. Atje, ajo i tregoi Ajolës për familjen e saj, babain e saj të vërtet që kishte vdekur para sa ajo të linte, për dy vëllezërit e saj më të vegjël që luanin në obor, për jetën e thjesht për plot dashuri që ata kishin. Unë isha kaq e re kur linda, vetëm 20 vjeçe, e pamartuar, e varfër. Kur më thanë se ti kishe vdekur, pjesa ime e zemrës vdiq me ty. Por tani je këtu. Je këtu dhe je gjallë. Ajola, edhe pse e lumtur, shikoi te Elira me një shprehje konfuzioni. Por çfarë do të ndodh tani? Ku do të jetoj? Drita e shikoi Elirën me mirënjohje. Ti duhet të jetosh me mua, me familjen tënde të vërtet. Por nëse ti dëshiron, Elira do të jetë gjithmonë e mirë sa ardhur në jetën tonë. Ajo të shpëtoi, ajo të besoi kur askush tjetër nuk e bëri. Elira u përpoq përpara dhe zuri dorën e Ajolës me një forcë të tillë sa ajo gati nuk mundi të merrte frym. Faleminderit, mami Elira. Faleminderit për gjithçka. Nuk duhet më falenderosh, përshpëriti Elira. Ti më dë diçka që nuk e kisha pasur prej vitesh. Një qëllim, një arsye për të besuar në mirësinë e njerëzve. 3 muaj pas këtyre ngarjeve, jeta filloi të kthehej në normalitet, apo të paktën në një lloj normaliteti të ri. Ilir Hoxha dhe të gjithë anëtarët e tjerë të rrjetit u dënuan me burgim të gjatë. 10 familje u ribashkuan me fëmijët e tyre që u kishin marrë. Reforma u bë në sistemin shëndetësor dhe në procedurat e adoptimit. Elira vendosi të mos kthehej në Londër. Për herë të parë në shumë vite, ajo ndihej në shtëpi në Shqipëri. Ajo hapi një organizatë jo fitimprurse që ndihmonte gra të rija dhe të varfra që po përballeshin me shtatzëni të vështira, duke u siguruar që asnjë tjetër të mos kalonte nëpër atë që kishte kaluar Drita. Ajola jetonte me Dritën dhe familjen e saj në veri, por çdo muaj ajo dhe Elira takonin. Nganjëherë Elira shkonte në fshat, nganjëherë Drita dhe fëmijët vinin në Tiranë. Lidhja midis tyre ishte e veçantë, jo gjak, por diçka më e fortë, dashuria e zgjedhur. Doktor Mirela Sheu u kthye nga Gjermania për të dhënë dëshmi në gjyq. Për gudimin e saj, ajo u nderua si heroesh dhe u ftua të kthehej në punë në spital, me një pozicion të ri si drejtore e etikës mjekësore. Zonja Lida, kujdestarja e vjetër që i kishte treguar Ajolës të vërtetën, u gjet duke jetuar në një fshat të vogël në jug. Ajo dhuroi dëshmi vendimtare që ndihmojnë në dënimin e Ilir Hoxhës. Kur u takuan me Elirën, ajo tha: "E dija që ti do të vije. E dija që dikush do të besonte vajzën." Ndërsa qëndron në balkonin e apartamentit të saj të vogël në Tiranë, duke shikuar drejt perëndimit të diellit, Elira reflekton mbi gjithçka që kishte ndodhur. Ajo kishte ardhur në Shqipëri duke pritur të gjente mbyllje për të kaluarën e saj, por në vend të kësaj kishte gjetur diçka shumë më të madhe, një qëllim, një familje të zgjedhur dhe kuptimin se dashuria e vërtet nuk ka gjithmonë të bëjë me gjak. Ka të bëjë me zgjedhjen për të qëndruar, për të luftuar, për të besuar. Telefoni saj zjen. Një mesazh nga Ajola. "Mami Elira, të dua. Faleminderit që nuk më le." Elira buzëqesh përmes lotëve që i rrjedhin nga syt. Ajo përgjigjet: "Asnjëherë nuk do të të lë. Jo kurrë." Dhe me këtë premtim, një kapitull i ri fillon, një kapitull plot shpresë, dashurie dhe familjeje së zgjedhur. Nëse kjo histori u preku, ju lutem,
Ndani mendimet tuaja në komente. A ka ndodhur ndonjëherë që dikush i panjohur t'ju ketë ndryshuar jetën? A besoni se dashuria e zgjedhur mund të jetë po aq e fortë sa dashuria e gjakut? Dhe mos harroni, ka fëmijë të vërtet që ka nevojë për zërin ton, për besimin ton, për dashurinë ton. Nëse dëgjoni diçka që nuk shkon mirë, mos heshni. Jeni zëri atyre që nuk mund të flasin.